Në aso kohë, çfarë moshe si u gjende ti, krejt në një vend pa pritur dhe duke filluar nga zero, po supozoj? Po, duke filluar nga zero, ishte prafë që mosha 15 vjeçare, gjithë çdo sen nga zero. Gjuha nuk ishte aty, por anglishtja kryte në punë. Kështu që neve shqiptarët jemi shumë të aftë për gjuhë dhe kjo më ka ndihmuar edhe atje me fillu jetën, por pastaj kemi mësuar gjuhë tjera dhe Zvicra është një vend ku i fliten 4 gjuhë dhe nga të gjitha i kam mësuar. U mërzite në atë kohë? Si e përjetove kështu emocionalisht? Mujt e parë janë shumë të rëndë, sepse është një ndryshim drastik shumë, ambienti, njerëzit. Sidomos ku largohesh nga njerëzit që një, njerëz të afërt e kështu me radhë. Por me kalimin e kohës, pastaj pas një viti, pas 2 vite, pastaj fillojmë adaptohemi. E patët të vështirë integrimin në një shtet komplet të ri? Apo u dash pak kohë, u dash vite ndoshta? Po, kishte disa vite, 2-3 vite, kishte nevojë për integrim dhe pastaj kjo e mori rrugën e vet dhe pastaj jemi në rregull. Patjetër. Do flasim edhe për alpinizmin, ndoshta edhe se kur ka filluar fillimisht për juve, më pas si u bë deri tek grupi i cili tashmë bën disa ngjitje brenda vitit. Do ju korrigjoj shumë shkurt, alpinizëm nuk bëjmë neve, ne jemi bishkatar. Jemi grup bishkatar sepse alpinizmi pastaj kalon me një nivel tjetër. Por jemi unë qysh në Kosovë, kur kam qenë, të kam dalë me prindin a kam marrë neve, mua dhe vllahun, dhe kemi bërë gjithmonë ecje ndryshme. Aty kam marrë motivimin, frymëzimin dhe pastaj pas koronës kanë filluar shumë gjëra të ndryshojnë në botë dhe ashtu ka qenë edhe me neve. Çfarë ndodhi në koronë? Ndodhi që mbetëm në shtëpi, lëvizja ishte zero dhe filluan njerëzit me lëviz më shumë. Kështu që unë para koronës kam bërë shumë aktivitete sportive si fitness dhe ecje ndryshme, po kur erdhi korona pastaj na ndali dhe pa ajo pastaj ishte motivim për të filluar diçka të re dhe kështu fillova me ecjet e ndryshme në përbjeshtë të Zvicrës. Dhe këto ishin disa vite derisa shoqet më shkruanin dhe më thonin që edhe ata dojnë të vinë me mua. Nga daljet të bashkohen, a? Dhe kështu bënëm një grup, filluam me një person 2022-ën, pastaj nga vera 2023 filluam grupet e ndryshme dhe tash disa vite jemi një grup beshkëtarësh, nga viti kaluar jemi edhe shoqata e parë shqiptare në Zvicër me emrin Illyricum Hiking. Po shumë mirë. Tani më intereson shumë se nuk e pas keni në do si do vende, edhe në do si do malja, në malet e Zvicrës dhe normalisht janë ndër më të bukura të botë. Po, janë ndër më të bukura, po. Dhe më trego pak për ecjen e parë pas koronës. Ku ishte më saktësisht? Ecja e parë pas koronës ishte me një shok timin e cili